15 prill, një zgjedhje që duhet bërë. Tani, Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri mbi kryq. Dhe aty ishte shkruar: Jezus Nazaretasi, mbreti i judenjve. Gjoni 19:19. Ndërsa Jezusi u kryqëzua mbi kryq, u shkrua një mbishkrim që u vu mbi kryet e tij, i cili e shpallte atë si mbretin e judenjve. Edhe pse ky mbishkrim u vendos për tallje, ai shpalli një të vërtet për t'u parë nga të gjithë. Jezusi ishte dhe është me të vërtet mbret. Megjithatë, kjo duhet të na shtyjë të pyesim veten, apo jetoj vërtet sikur Jezusi është mbreti i jetës sime? Shkrimi na thot se mbishkrimi u shkrua në 3 gjuhë. Në aramaisht, gjuha e shumicës së judenjve të shekullit të parë në Jerusalem dhe përreth tij. Në latinisht, gjuha zyrtare e perandorisë romake, dhe në greqisht, gjuha popullore e tregtisë dhe e kulturës. Gjoni 19:20. Në këto 3 gjuhë, dëshmitar nga e gjithë bota e njohur e asaj kohe, mund të lexonin se Jezusi ishte mbret. Me të lexuar mbishkrimin, e gjithë bota duhej të bënte zgjedhjen e vet se kush ishte Jezusi për ta. Ne shohim një mikrokozmos të asaj bote dhe të botës sonë, në gamën e personazheve të historisë së vdekjes së Jezusit. Te Pilati, shohim politikanin krenar, të pavendosur dhe dinak. Te kushtarët që e gozhdojnë Krishtin në kryqin e tij, shohim njerëzit e përqendruar në kryerjen e një pune rutinë. Tek ata që u tallën me Zotin, shohim njerëz, ndër veprimi vetëm i të cilëve me hyjnoren është që të tallen me të. Te turma e spektatorëve pasiv, shohim ata që nuk kanë as pak interes për çështjet e përjetshme. Mirpo, në mes të errësirës, në një prej kryqeve për krah, shohim një kusar të dëshpëruar që po vdes, i cili sheh drejt shpëtimtarit për shpresë dhe e gjen atë. Te familja dhe miqtë e Jezusit aty pranë, ne e shohim djegës të pikëlluar, por besnik, të cilët qëndrojnë me Krishtin dhe deklaratat e tij, dhe janë dëshmitar të varrimit të tij në një varr që shumë shpejt do të jetë bosh. Të gjithë këta njerëz e pan mbishkrimin: Jezus Nazaretasi, mbreti i judenjve. Të gjithë e pan njeriu në kryq poshtë këtij mbishkrimi. Qoftë me urrëtie, qoftë me shpresë, të gjithë e pan këtë ngjarje historike dhe të gjithë duhej ta lidhnin atë dhe personalitetin e Krishtit me jetën e tyre. Ndërkohë që mbishkrimi i varur e shpallte Krishtin si mbret, Jezusi u var duke shpallur dashurinë më të fuqishme që ka njohur bota. Pyetja mbetet: çfarë do të bëjmë me këtë dashuri? Secili prej nesh mund të gjejë në turm një fytyrë me të cilën të identifikohet, qoftë ajo fytyra e krenarëve, e pasivëve apo e besnikëve. Të gjithë ne ballafaqohemi me personin jetëndryshues të Jezu Krishtit. Si ndikojnë kryqi dhe varri bosh në marrëdhëniet e tua, në punën, në qëllimin ose në identitetin tënd? Nëse Jezusi mbretëron mbi jetën tënde, vdekja dhe ringjallja e tij e ndryshojnë krejtësisht mënyrën se si jeton dhe kuptimin e jetës sate. Kur e shikon këtë njeri dhe bie dakord me atë mbishkrim, ka shpresë për përjetësinë dhe qëllim për të sotmen. Jezusi është mbreti, i hebrenjve dhe i jo hebrenjve, mbreti i gjithë botës, dhe jetës sate dhe simes.